Profesor, ju kemi parë që keni protestuar lidhur me, po themi, lumin e ujin e Tragjasit dhe të Kuqit. Si po shkon, po themi, protesta, aktivizimi i banorëve kundër këtij, po themi, marrjes së ujit të Kuqit dhe Tragjasit? Shiko, pyetja juaj tamam ashtu është marrja e ujit, bile është më e rëndë se marrja, se është grabitja e ujit. Sepse në përgjithësi, lumenve mund të arrihet t'ju marrësh rreth 30-35% të sasisë i qëllim energjie, të cilën e kthen përsëri në lum, mbas x kilometrash. Dhe pikërisht këtë kemi mundur të kritikojmë që si ka mundësi që të merren këto lumenj për hece, po sepse nuk merret 30-35%, po merret 98-100%. Dhe nga hecet, neve kemi sot lumenj malor të Shqipërisë, nga Valbona deri në Konispol, që të gjitha të marra për qëllime energjie në sasinë e tij më maksimale, ku nuk ka më një pikë uji të mbetur në lum. Kjo është një rast. Në rasti konkret, si në Tragjas, edhe në Kuq, lumi ose ujit e lumit merret që në buronja, prandaj quhet buronja të Kuqit. Merret që në buronja të Tragjasit, që quhet izvor, që do të thotë vend me ujë dhe izvori. Dhe këto lumej nuk është thjesht që si thotë zoti kryeministër, që 300 litra më mirë, çka keni më thotë, 300 litra në sekond marrin ato që quhen bizneset caktuara në Bregdet. Nëse ju keni 11 litra në sekond. Pjesa tjetër ka 10 litra, se janë 37 shatra poshtë Kuqit dhe më shumë se 15 shatra poshtë Tragjasit. Janë më vete, lumej më vete. Dhe ju vlihet nga 10-12 litra në sekond për ata banorë që janë në fshatra sot. Por në fakt është një gjë shumë herë më e madhe se kaq. Të cilën e kam thënë herën e fundit në protestën që bëm lidhur me lumin e Kuqit, lumin e Vlorës, ku atje fola ashpër, fola për të ngritur apo nxehur apo për të nxjerr atë lloj energjie të fjetur, që unë i quaj energji e fjetur e qytetarëve të lumit Vlorës, që të marri ujin dhe ti të ngrihesh në atë numër të kufizuar 10, 30, sot karale ishin edhe 100, dhe ngrita zërin fort për të ngjitur sadopak ata, sepse nuk ka gjë më të tmerrshme, ku edhe pushtuesi nuk e ka bërë. Që të marrësh ujin e lumit në buronja e Kuqit, ujin e izvorit në buronja të Tragjasit, ta qosh më shumë se gjysmën, ose edhe gjysmën, ta qosh në një drejtim tjetër, në një drejtim jo të paditur në thonjza, por në një drejtim të devijuar përjetësisht, kujdesëm, përjetësisht, kjo është shumë e rëndë, sepse ata si punë e Rockefellerit me gjyshin e Bill Gatesit, që nuk u mjaftuan të pasuroheshin me naftë, me farmaciti, po pasuruan me të drejtën e ujit. Edhe këta sot, këta nuk është puna që merr gjysmën, 300 litra, la dhe 300 për të tjerët, por ai merr të drejtën e ujit, ai merr aksionin e madh, ai ka marrë tokën, sepse toka nuk ekziston pa ujë. Pra nuk ka marrë thjesht ujë, o ju vlonjat, o ju kuqot, që deri sot keni dashur të delni me autobus, se nga jeti thaj, nga Luqa thaj, unë jam nga Kuqi thaj, edhe duan që dalin gjithë të parë me autobus anash, që thënë, ku janë sot? Bijt dhe burrat e Kuqit, këta që janë në Tiranë, këta që janë në Amerikë, këta që janë në Vlorë, këta që kanë ngelur atje në lumë, ku janë të soti? Që thonë që që ti bëjmë djali ton, nipi ton për kryeministrin, se ai po e tha, ai e bëndi. Shiko me qaj energjie negative nisem. Dhe unë mbajta një qëndrim, ndoshta nuk them fjalim të bukur, po një qëndrim edhe të ashpër, edhe me pak ton agresiv për të nxitur sadopak atë ndjenjë që i kanë ngelur banorëve të lumit Vlorës, dhe unë vajta herën e fundit për herë të 10 të vajtur me kohën time, me energjinë time, pa projekt, pa pasur në një ide projekti me ata ose për ata, dhe kam vajtur disa herë, po këtë radhë mendova të vija prapë sepse më thanë që do ngrenë çadra. Mendova që duke ngritur çadra si punën atyre të teatri apo e tjera, do jetë më serioze, e kanë marrë dhe më seriozisht. Në fakt, ata nuk i përgjigjen kësaj thirrjes së ngritjes së çadrave. Bile një javë përpara, në një parafundit,
kam patur dhe kam shtytur eskavatorin për të bërë një lajm, për të bërë një veprim, që ne jemi kundra, jo se do përmbysnin eskavatorin e 1-2. Nuk më shoqëruan mua ata, banorët. Më lanë vetëm, profesor ta polici, pse shtyhet eskavatorit, ti je figurë publike, po jam i thash. Edhe për ujë, po ta mbajti, thash, hajde më arresto, thash, se po të mbroj ujë e fëmijëve të tuaj, thash, shefit policisë. Edhe nuk ma ndjen fare, nuk kam pikë frike që të vetëm burg për një qëllim kaq fisnik që është ujë, sepse uji është tokë, uji është ujë, uji është pyll, uji është kënet, uji është lumë, uji është rejnë bimësh, uji është ekosistem, uji është blektori, është bletari, është bujësi, uji është ku njerëzia e shef sasinë e ujit në lumë dhe ndërtojnë jetën atje. 37 fshatra ndërtojnë aq banor sa e ka llogaritur mi herë më lartë se shkenca se sa banor dele dhe anë dhe duhet jetojnë në këtë lumë. Ndërkohë ja je merr këtë lumë ti, edhe jep të drejtën e ujit, ja u jep disa të tjerëve, do thuash ti biznese. Po, ata kanë mira mundësi të tjera për të gjetur ujë. Sigurisht kanë harxuar 140 milion lekë të vjetra për një pusit doli negativ, po jam i bindur, po të shpjetur hidrogjeolog të mirë, unë jam një nga ata. Nuk është fjala për mburje, po vetet edhe nuk e them që vetet të gjej ujë, por ka mundësi të tjera pa fund për të gjetur ujë në burimet pranë tyre dhe jo për t'ia marrë. Nuk merret më, nuk ka, janë 6 konventa që ndalojnë marrjen e ujit në ndryshim deviacion të përjetshëm, janë 6 konventa. Dhe mbi të gjitha janë konventa e Lek Dukagjinit ose ligji maleve, ligji i Drisulit, që thotë që banori që është pranë burimit ka të drejtën një në vit të mbylli burimin për të thënë të tjerëve që ti me ujë nuk mund të tallesh. Nësa banori i Shkodrës që ka një pus në lagje, ka të drejtën me 1-2-3 gusht në fatësirë më të madhe, mos i japi ujë banorëve të lagjes, sepse do të thotë që uji ti s'mund të tallesh. Pra, uji nuk devijohet kurrë. Uji nuk merret edhe për ecë, i merret një sasi, e tham, 30-35%. Jo më ta devijosh më shumë se gjysmën në një drejtim tjetër. Kjo është vetëm në Shqipëri. Vetëm këta ti, përfshirë romak, venecian, turk, osman, serb, grek, kanë ardhur, kanë luftuar, kanë ikur, po s'kan trazuar ujin pra. Ndërkohë që atje shikoje shumë pa gra. Këto ambisa që do t'jenë si ato nënat gratë që furnizonin me armë dhe me luftë banorët e veriut 911 kundër serbit apo kundër luftës ballkanike. Nësa grati mund të kishe për kokra 2, 3, 4 gradi. Kështu që kjo është shumë e dhimbshme. Për mua kjo është prandaj edhe vete, prandaj edhe kam një kurajo dhe një zë dhe një shpjegim edhe një përtitur që mendoj se mas e indis, por besim kam akoma, nuk më ka vdek besimi. Kjo është i gjithë. Profesor, si ndjeni që shkoni dhe mbështesni protestën në Kuç dhe në Trajaz dhe nuk keni, po themi, atë aktivizim nga banorët, pra duke si kur jeni vetëm e para dhe e dyta, a mund keni një thirrje për banorët e Kuçit dhe Trajazit? Po, bravo ti. Unë falenderoj për mënyrën e pyetjes. Atje unë kam një bërtham jashtëzakonisht të fortë, që është zonja Lela, Niko Dumani, një doktor me mbiemër Zotaj, janë disa persona me mbiemër Balilaj, kam. Po në fillim ka patur dhe ndryshe nga pjesa Kokës, Tropoj, Has, ndryshe nga dali. Nuk a i ndot nivelin atyre. Shikoni dhe qik shtremt. As misarde nuk thoshtin. Nuk e kuptoni ti që lë gjojeti, bile pati dhe nga ta pyeti. Profesor më duhe se los me 3-4 porta. Unë los me i porti, thash. Që quhet Shqipëri, thash. Por, tham falë më vonë. Sytë e ti, kërkoj skuza ti. Si shumë e shumë tjerë, me mua ti. Shumë do. Por, unë jam i paknaqë. I paknaqë. Me banorët e lumit Vlorës. Duke qënë një nga luginat më të shenjta, më historike në botë, me energji pozitive, lugin e Vlorës. Theth, Valbon, Berat Tomor, Shkodër, Bermosh, janë 4 luginat më të shenjta në botë, me energji pozitive. Dhe ti të umbasësh historinë e të parve, të umbasësh familjen, të umbasësh ujin. Dhe ai thot, më tha vajza nga Amerika, urdhova ba lek dhe i mbro, din për 8, pra i tha vajza.
Nuk i tha instikti i brendshëm. I tha vajza di. Nëse mua nuk më tha djali që kam dhe atje, profesor në Amerikë, nuk më tha ai, po vajta vetë. Herë e ashtu që gruan, e gënjej pozitivisht gruan, jam deri këtu i dhe. E vajta në Vlorë, jo njerë, po 10 herë, edhe vete me të mija di. Ndryshe nga disa të tjerë që marrin dhe projektet. I lumë, punë e tyre, s'ka problem. Por nuk mbrohem në projekte. E të kësë e fort, këto kauza di. Këto mbrohem me zemër, me shpirt. Dhe pakënaqësia ime është që nuk e gjej, bile pata njërës shokët e mi, Amerikë, Kanada, që më thonë që ti flisje dhe sa ta shikonin telefonat. Ata që kishin mendje ke tyt. Lërëm, thoshte, më bërtiste shoku i ngushtë e mos Skënderi nga Kanadaja. Lërëm, mos shkoj me dhe. Gruaja, të njëjtin gjë. Jo, i thash, nuk të rriqem ti. Sepse di që nga kjo vjen kjo. Qa di bëj që e di më dhajtë. Edhe nuk më falet. Një ekspert që di dhe nuk e thot, është akoma me i rrezikshëm se një që nuk e di. Dhe e bëne, nuk e di. I falë zoti Jezus saj. Më falë zoti Jezus se s'di që bëjnë. Nësa mua nuk më falet di. Që kam kaq mbrojtje, 10 vjet që mbroj lumejnë nga shfrytëzimi i energjisë, që është një shfrytëzim barbar që bëhet lumit. Akoma ka inxhiniera dhe vetë kryeministri që thotë që lumi shkon kot në det. Si mos kuptoj dot që lumi bën 1000 detyra nga burimi të bronjave, izvori deri në det, bën 1000 detyra rrugës. Me rrenjë, me ekosistem, me blegtori, me bujësi, me akvakulturë, me turizëm, me lagështi, sepse po mos jetë lagështia e lumit. Ajo brizë detare që sjell rreshjet, 40-50%, duhet martohet me lagështirën që bën lumi, edhe lind shiut, në vranisht, i vranët, vranishti. Lind shiut, po mos vi brizat detare, me fllatit detar, me lagështi i Durrësit, përplaset në lumenjt e Erzenit, në Dajt, lind shiu në Tiranë, njëta gjë në Shkodër. Pra, lumi ka detyra nga më mallore, ka detyrë lumi që ti e quan shkon kot në det, inxhinier, hidroteknik, inxhinier mjedisit dhe thotë që lumi shkon kot në det, dhe këshillon me kryeministri, apo mirë lumi shkon thotë dhe kryeministri, është ignorant, po i falet ignorancë. Po thot Freudi, kur je ignorant edhe agresiv, prandaj dhe e merr, se po ta di zoti Rama, që lumi bën 1000 detyra, ndoshta nuk vendos. Kështu që për mua situata është i kalon çdo lloj epoke historike, çdo lloj epoke pushtuesi. Situata në Trajgjase dhe në Vlorë. Po Trajgjase si më trimati, bravo i qofti aty. Më kanë gati ti, për gjyq, për avokat. Imagjinon doti që ai jetë në gjyq lumin e Vlorës edhe nuk ka një ekspert. Po ka një ekspert si puna ime, hidrogjeolog, profesion, inxhinier mjedisi, avokat mjedisi, 3 fusha, edhe nuk më trasin që si ti mbroj, edhe si e kanë, që e çojnë në gjyq thonë se ne e bëm toni shuam gjyq, po e kanë të humbur gjyqin sepse nuk dinë çka kërkojnë. Megjithatë, le të vazhdojnë këto skena, këto gjëra. Dakor jam, nuk i dekurajoj, përkundazi i kurajoj, por për mua është situatë pushtim neokolonial. Për të dëbuar shqiptarët nga kuqi, nga kjo logjinë e shenjtë historike, për t'i dëbuar përjetësisht këta banorë. Dhe të vinë ta, prandaj e ke dëgjuar kryeministrin vëlla, thirrje Indokinës, çka quhen ata, Indonezisë, për 40.000 punëtor. I ke parë gjitha resortet tona me lloj, si mi kundër tyre, se si jemi racista ne shqiptarë, absolutisht ne i pranojmë. Po Armand që the do bëj 300.000 vende pune, edhe japet 300.000, po japën në Gjermani, në Angli 300.000 për shqiptarë, në Shqipëri nuk ka vende pune. Pra, do të sjellësh, silli dhe ata. Do t'i sjellësh, silli. Po ku do se mos e ke qëllim tjetër, do të ndryshosh gjakun shqiptar, do të ndryshosh ADN shqiptare, do të bësh kufin të rinj shqiptar, do të bësh një ministet që të krijosh Bektashi, që unë jam vetë Bektashi, do të bësh një ministet që të krijosh ministete për Himarën, për Delvinën, për Mitrovicën, për serbët, për grekët, për bullgarët, do kështu të lumt. Mund t'i bësh për sa kohë shqiptarët, flen, mund t'i bësh. Po sa ka bi shqiptarësh ti, s'ke për t'i bërë kurrë ti. Sa ka, edhe pakët jenë, sepse një shqiptar i mirë, pozitiv, luftarak, është sa 1.000 shqiptar të vjetër. Kjo është deviza ime. Apo 10.000, sa duash ti më vëlla, sa e do ti. 100.000, ai që bën një atë shqiptarë. Janë fantasi, urdo. Si e shihni arsimin në Shqipëri? Arsimi është situatë shumë e rëndë. Do të vrasë një komp, vriti shkollën, vriti arsimin.
A i mbylli kryeministri, pa u marrë me politikë, nuk më duhet fare, zoti Rama, fare. S'kam dhe gjë me të më, si person. Por, a erdhin 2013 dhe i mbylli gjitha shkollat private. Unë isha profesor, pedagog, 2-3 universitete private, publik. Qa ndodhi? Ka një shprehje, Viktor Hugo dhe të mëdhenjtë e Francës. Mbyll edukacionin, arsimin, qa bëhet? Hap burgjet. Kjo ndodhi pra. Mbylli shkolla, si ta thëmë në Durrës, në Berat, në Fier, në Tiranë. Ndërkohë që një iri 18-23 vjeç, që do rinte në banë, në klasë, që do gjonte, do mësonte, ku në 100 veta, 20 do ishin shkëlqyer, 20 do ishin të mirë, 20 do ishin çka dhe 20 do ishin dobët. Normal. Po tani që 100 veta ke gatshëm kontingjent për burg, për rrugaçri, për drogë, për ikje, i ketë gatshëm tati. Sepse 5 vjet do ja zije kohën rinis duke u marrë me diçka. Qa do bënte? Do dëgjonte. Nuk dëgjon. Do rinte pranë një profesori, pranë një shoku, shoqet, nga ta 20 shkëlqyer, 20 mirë. Si shrinin atje ku jepim mësimin në Berat, apo në Durrës, apo kudo që kemi dhënë. I mbylli ti. Qa mori? Mori një universitet publik që është shkatruar. Pra ti nuk është e mbyllë privatët, gjoj, privatët ishin njësoj, njëjtët pedagog, si punë e mjekësisë, njëjtët mjek, si në publik dhe në privat. Pedagogët njëjtë bile privati kishte akoma më shumë rregulla dhe ligje për disiplinë. E të njëjtat lëndë ishte në privat. Pse i mbyllet? Po pse që ka qëllim të caktuar kryeministri shqiptar, duke mos qenë vetë shqiptar, ai uren Shqipërinë. Ai uren shqiptar. Po më shumë uren nga Elbasani e lartë. Ke parë në i rrugë i dashur? Në i rrugë nga Lezhë, nga Mirdita, nga Rësheni, nga Kuksi, nga Hasi, ke parë në i rrugë ndërtuar ti? Kurën e kurës ti. Sepse ai uren ti. Dhe arriti me këto metoda që ti dëboj, se shqiptarët nuk ikin ortim një dashur. Shqiptarët dëbojnë me kurse, duke nxjerrë jetën si Çubilloviçi, duke i bërë që të ndihen jo rahat në tokat e tyre. Se fakti që ikën një qytetar me prona, me pasuri, me lek, do të thotë që nuk ikin më si 91, 2001, 2011, që ikni për një jetë më të mirë, po ikën dhe ai që nxjihet jeta për një job, për një taks të padrejtë, që nxjihet jeta për një vjedhje që i bëhet, që nxjihet jeta për një gjyq që nuk e mbaron kurrë, që nxjihet jeta për një spital që nuk e gjen kurrë njeriu në vet për të kuruar dhe shëruar. Pra jam shumë forma që normal zoti Rama jam i bindur, unë vetvete kam bërë dhe libër se si të zhduken shqiptarët. Tamam çka ka bërë Çubilloviçi me 37 pika në 1937-ën, nxji jetër, mërziti, bëhet lehtë për të ikur. Imagjino, një kryeminist thotë që Gjermania nuk ka diell, edhe Shqipëria ka kafe më shumë, le të vinë shqiptarët e Gjermanisë të vinë në Shqipëri. Po Gjermania ka rrugë më të lartë, Gjermania ka mjekësi më të mirë, Gjermania ka rrugë më të mira, Gjermania ka standard që ka ndërtuar vetë më të lartë. Pra ti pse si ndërton këto gjëra? Po i bëre që të ikim, edhe këtu të ngelin të bobektit, e në një si punë jonë, në i trapshu si punë jonë, që kemi thënë vetas të arim, edhe nuk do mendojmë që do ikim as të fundit, po këtu do vdesim ti. Këtu ti ta mësoj, nuk kemi si ata gazetarë që thonë që mësoj djalin në kurse Gjermani që të ikin Gjermani. Ja ti, përkundër me testament, djali profesor në Amerikë do kthehet në mos me gjallë e baban, me vdekjet babaj, do kthehet në Shqipëri atë që s'bëri dot babain politik vita bëj djali pra. Kështu ta lënë ti testamenti ti. Edhe s'ka mundësi djali të thyet testamenti, nuk ndot kurrë ti, sepse s'ka për të ecur kurrë në jetën e vet. E kam thënë kaq herë. Nëse ti ke kolektu këtu gazetar, ke sa duar që porosisin që goca djali kurse gjermanisht ti ikin nga ky vend. Edhe e përtasje, po mirë që e bën, po pse e thua? Pse e thua? Ç'është ky model që do të bësh? Kështu që unë jam kësaj pyetje që më bëre, jam me të vërtetë shumë i deziluzionuar që këta vran arsimin. Ç'a bëri Mithat Befrashti? Djali Dajs, si qyshi tim. Ç'a bëri ti? Pasi e mua dhe e vran në Boston. Edhe tha një fjalë të vetme, arsimoni populli. Ç'a bëri jati ti? Pasi e shqynosën Abdul Frashti. Ja ku është Abdul Frashti? Ja tek ja lart. Merre çiku von. Ja tek. Daja e gjyshit. Arsimoni populli, tha Abdul Frashti. Atëherë një popull i pa arsimuar,
Atë do ndihet keq në Angli, do ndihet keq në Gjermani, do ndihet si sklav. Nëse një popull i ashtë mua kur ditën e parë ka keq një grek, një serb, një gjerman, një angles me mua ditën e parë. Kur shikon historinë që mbron vendin, atëherë ai ti rrit respektin 1000 herë. Sepse ky mendon ai që do kombin e vet, edhe kur vjen Gjermani do mdoj mua se s'bendi. Dhe kundërta, shqiptarët bëjnë shajin bashkë me Shqipërinë, shajin kombin, nuk njohin asnjë nga historia e tyre, është e çuditshme mos njohësh asnjë vlerë të shqiptarisë. Është e çuditshme kjo gjë. Edhe kur ja thua, nuk beson. Kur janë të shkruara, që të gjitha janë të shkruara në për enciklopedi britanike, gjermane, franceze, italiane, janë të shkruara. Edhe ti ja thua, edhe ai s'beson. Sepse 500 vjet pushtimi Osman, plus 40 vjet pushtimi komunist, plus 30 vjet tranzicion pa kuptim, edhe shqiptarët nuk dinë kush janë, ç'vlerë kanë. Kështu në të kuptim, kjo është arsyemi që e bën këtë gjë. Arsyemi këta e vranë qëllimisht që ti ngelesh një orand, i paditur, i panjohur me rrejtë e tua, që ti kesh mundësi ti paditësh pastaj. Nëse ti i njeh, thot Idris Seferi, po e njojtë një gjë, e do. Dhe kur e dojnë një gjë, e mbrën. Këta nuk e njohin, e nuk e duan. Qa do mbrojnë këta? Kjo është thirrja ime që bëj për shkak të mungesës së arsimit.